Kjo fundjavë e parë e prillit ka rikthyer vizitorët në plazhin e Shëngjinit dhe atë të Kunes. Moti ngrohtë dhe me diell ka rikthyer vizitorët në plazhin e Shëngjinit. E gjithë vija bregdetare ishte e populluar këtë fundjavë, me vizitorë të ardhur nga gjithë Shqipëria, por edhe shqiptarë të Kosovës. Vizitorët besnik të Bregdetit Lezhës mbeten shqiptarët e Kosovës. Ata vlerësojnë kushtet, veçanërisht qetësinë e pastërtinë, si dhe prezencën e më pak njerëzve në këtë periudhë të vitit krahasuar me sezonin turistik të verës. Po mirë është e keqe. Vani mirë. Dia kemë ardhur me këta shokë, mirë po kalojmë, vani mirë. Ma pak njerëz, ma pasër ujë, se të kanë po çadër, mi çadër, sezon. Gjithat mirat, s'po ditë, s'kam ndonjë ankesë nuk kam. Nga Pejas, na pëlqen edhe pak më afër Pejas. Ndërkohë operatorët turistik në zonë vijojnë përgatitjet për sezonin e ri veror. Sipas operatorëve, interesi nga vizitorët është i lartë edhe këtë vit, ndërsa prenotimet kanë nisur më herët.